Mirë, marim dhe mendimin e zotëri Elezit. Elezi, a jemi në prag të një lufte të tretë botërore? Po vëndeshëm. Në fakt, isha dashur që fillimisht të ndaj mendimin rreth një perceptimi të asaj se çfarë është Amerika sot, çfarë janë të ndryshime serioze në botë dhe pse mund vi deri tek një luftë të tretë botërore. Duhet të kemi një gjë parasysh. Duhet të ndajmë atë që është për konsumim publik dhe politik dhe mënyrën se si bëhen zhvillimet pjesë lojës dhe cilat janë realisht mund të themi strukturale për të zbatuar. Fillimisht dy gjëra duhet të keni parasysh në takim me mes presidentit Trump dhe Ukrainas Zelenski. Fillimisht merr në faktin se është bë qëllimisht transmetimi i drejt për drejt i saj. Pastaj nuk është zoti Trump i cili ishte lëvizur në mënyrën e njëjtë vetëm kësaj raste, vetëm këtë rast. Por që këtë rast është publiku takimi i tyre dhe njëkohësisht nisemi nga fakti që është publiku dhe mënyra se si është luajtur loja deri më tani për dy arsye. E para për të bind opinionet e vendeve të tyre rreth angazhimeve financiare, se bëhet fjalë për vlera shumë serioze, taksa paguesave të shteteve dy vendeve, në rastin konkret për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ju e përmend e ndëgjuat faktin që janë harxhuar deri më tani 350 miliardë euro për mbështetjen dhe pjesa tjetër për mineralet që Ukraina duhet të japë në shfrytëzim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për angazhimet që ka atje. Duhet të konsumojmë gjërat në këtë. Unë kuptoj që është shumë interesant tani njerëzit me dhënë mendime nga më të ndryshme të qoftë duke dhënë detaje rreth armatimeve të shteteve, përdorimit të tyre, ka protokolle. Nuk është krejt kështu një Big Brother ajo punë dhe gjërat ndodhin vërtet në këtë mënyrë. Pra do thotë nuk është show, është përtej show. Është mbrapa gjithmonë në politika është arti i smundshmës. Mbrapa gjithmonë politikës ka një mekanizëm i cili punon fuqishëm e që ndoshta as edhe një herë nuk e shohim. Janë 16 shërbime sekrete amerikane të cilat në vazhdimsi prodhojnë produkte inteligjente në bazë të cilave dhe hartohen politika qoftë ata për konsumim, për opinionin, për shkak se opinioni ka nevojë në këtë situata organizu dhe me kuptu mënyrën se si po zhvillohen çështjet sidomos ato që janë çështje shumë të thella dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë pas me ndikimin financiar. Ju e keni parë për shembull se akoma kemi një çrregullim total të komunikimit me opinionin për çështjes pandemisë. Para mendoni një ndikim çështja e dytë që është më e rëndësishme për shembull, çështja e inflacionit. Ju e dini që ka një inflacion të jashtëzakonshëm, është një tentativë globale për të mbuluar shkaqet e inflacionit. Ja, lufta ekonomike është njëra nga problemet serioze, ka cënuar sigurinë sociale në gjithë gadishëllin tonë, në gjithë botën. Prandaj këto zhvillime, qoftë siç thash edhe më parë, që administrata Trump po zhvillon një politikë interesante, për shembull, sjelli Evropën drejt një vendimi për 800 miliardë euro, që do thotë, çfarë do të kenë në ndikimin ekonomik, sidomos në industrinë e armatimit ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fuqia e parë prodhuese në armatim. Dhe për t'i bind opinionin evropian, se kjo duhet sigurisht se këto show që i shohim janë normale. Unë ndoshta po flas për te asaj që më duhet mua dhe mua me fol. Megjithatë, po duhet që them se edhe Kosova, në rastin konkret rreziqet për një luftë të tretë botërore, apo rreziqet që mund të përplasin që të ketë Kosova dhe vendet tona, nuk ka asnjë rrezik. Lufta e tretë botërore është evidente, është inflacioni, lufta ekonomike është evidente. Kemi pas një humbje të njerëzve jashtëzakonisht të madh prej pandemisë. Sot kemi një deklaratë publike Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilët e bëjnë fajtor Kinën për çështjen e COVID-19. Çfarë do të thotë se ajo është luftë, vdekja ka shumë të madh. Pra do të thotë ne investojmë në një luftë apo jo? Lutem, nuk ka më luftë klasike ndoshta sikur ajo që po ndodh në Ukrainë, por ka dhe betejë, ka dhe zhvillime të nivelit luftës së Ukrainës, të cilat vërtet na bëjnë për me mendu sepse në fundit. Kanosja me luftë është
kanosja më serioze që i bëhet qytetarit për vendimet cilat më pas qytetari ka vëmendje tek rruna rreziku që paraqitet dhe sigurisht se askush nuk do të pyet se pse u ndon këto 800 miliardë euro. Para mendoni se si do të kishte reagu komuniteti apo qytetarët e komunitetit evropian për 800 miliardë euro për një vendim kaq të madh, një shpenzim që s'është në historitë e Evropës kur me një formë që s'ka qenë asë një është për te mendimeve të njeriut se Evropa mund të bëjë veprim me kaq të fortë. E qartë, do të rikthehemi pas pak tek ju, po ndalemi pak tek vendi jonë, tek Kosova, Bardh. Cilat janë treja të fundit që vinë, që janë lëshuar, qoftë komunikatat ndryshme, qoftë deklarata, që kanë të bëjnë nga Amerika për Kosovën, apo ende ndoshta nuk është koha që të merren me ne për shkak edhe të zhvillimeve më emergjente në botë? Në fakt nuk besoj që jemi hala larg një komunikimi drejt për drejt me neve pe kësaj administrate amerikane për shkak se saj që e the që ka çështje shumë imediate me cilat janë të marrë momentalisht. Në qysh nuk besoj që edhe të na duhet ma në fund e parës duhet me kriju një qeveri. Dhe kjo qeveri duhet me pas të qartë se qysh kam ju qasë qësaj administratët të re të presidentit Trump. Deri me tash që kemi pa për qeverisë aktuale, jo ma larkë, dje e pash një lajmë që na nuk e kemi asë një kontratë lëbuse në Amerikë momentalisht. E që kjo për mu është pak alarmuse, të e marë parasysh qysh kemi vepru na si shtet në të kalumen. E që në kalumen nuk kanë munguar në fakt. Nuk kanë mungu dhe kjo pak është shqetësuese, të e marë parasysh se që ka përbojnë edhe shtetet për rreth për me ra në sy të presidentit Trump. Dhe më thonë në Serbi e pam një show që e boni Vučići kur ngriti akuza, dhe më thonë, për organizatat të USAID-it, në anën tjetër në Shqipni po flitet çdo herë më shumë pe mandatit të parë të Trump për ishullin e Sazanit edhe qysh dhonëri Trump ka me marrë atë ishull edhe ka me kriju rezortin Trump aty. Dhe më thonë, ka lëvizje të jashtëzakonshme për shteteve për rreth për me kriju një fa raporti nështë edhe personal me Trumpin. Për deri sot të na vazhdojmë me kohë në këtë me u marrë me një tjetrin edhe pa mendu shumë se çka për një me është të na prit në të ardhën e afërt, jo që është të largë. Mirë, Dardan, apo e marrim pak a shumë si të mirëqen dhe afërsin dhe në kretë ndihmën që na është ofruar nga Amerika, sepse marrë parasysh nuk kemi as ndonjë lobim në Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht, siç kemi pas në të kaluarën. Po fatkeqësisht po, është e vërtet. Ne kemi mbetur duke i numëruar votat, por fundit është shumë pak Kosova çka mundet me bënë në këto momente. Kosova do të duhet kishte një marrëveshje strategjike me Shqipërinë, pikë së pare që i mungon, për emergjencat e para. Nuk e di, Dardan, për të ndërhyrë dhe këto nuk e di nëse keni dëgjuar gjatë ditës së djeshme një lajm ka qarkulluar që tani më janë mbyllur dhe kontrollat kufitare janë rikthyer përsëri në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Po e lexova. Çfarë tregon kjo? Po kjo tregon për një situatë shpejtë, e cila po zhvillohet, po flas gjithmonë për Evropën, nëse Evropa tregohet e vënuar, shumë e vënuar në këtë lojë, atëherë mund të marrë me kush Kosova. Domethënë Kosova është super e vënuar. Nuk është në tokë të bukur, si themi ne, nuk është në kohë reale. Gjithsesi, zhvillimet e shpejta tash kanë më imponu gjithëve neve. Një marrëveshje e madhe, cila thash isha duke elaboruar porës për një Kinë e cila do të në ekspanzion, e cila do të lëviz nga Tajvani, një Rusi e cila me gjitha gjosat do të lëviz nga Baltiku së shpejti, nëse Evropa prapë do të vazhdon të flente. Shtetet e Baltikut nuk u ftun në konferencën e NATO-s në Londër para 5-6 dite. Kjo zgjoj një ngrejni, domethënë se nuk dijej përse shtohen gjitha shtetet e NATO-s të Evropës këtë rast, jo ato të Baltikut. Po kishte një hatërmbetje prej tyne. Po shohim lëvizje të shpejta, shohim një Serbi e cila vazhdon të armatoset, e cila qëndron shumë stabile në raport me politikat e saj,